Çfarë po ndodh me Ledion Liçon kështu? Një postim i pazakont ngjall kuriozitet në rrjet. Moderatori dhe producenti i njohur shqiptar, Ledion Liço, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të tij në rrjetet sociale me një postim që lë shumë për të interpretuar. Në foton e publikuar së fundmi në Instagram, ai shfaqet i ulur, me sytë e mbyllur, fytyrë të tensionuar dhe një qëndrim që lë të kuptohet një gjendje e thellë mendimi apo ndoshta edhe trishtimi. Ky moment i kapur në kamera nuk është shoqëruar me asnjë përshkrim apo sqarim nga ana e Ledionit, gjë që e ka bërë postimin edhe më enigmatik. Komentet poshtë fotos kanë shpërthyer menjëherë. Ndjekësit e tij kanë nisur të spekulojnë nëse bëhet fjalë për ndonjë shqetësim personal, ndonjë situatë të vështirë që po kalon, apo thjesht një moment reflektimi të zakonshëm. Disa fansa shprehen të shqetësuar për gjendjen emocionale të moderatit, duke inkurajuar atë me komente pozitive dhe mbështetëse. Të tjerë janë përpjekur të deshifrojnë simbolikën pas fotos, duke sugjeruar se ndoshta bëhet fjalë për ndonjë projekt të ri apo një mesazh më të thellë që ai dëshiron të përcjellë në mënyrë artistike. Nuk është hera e parë që figura publike si Ledioni zgjedhin të komunikojnë ndjenjat apo mendimet e tyre në mënyrë të tërthortë përmes rrjeteve sociale. Megjithatë, mungesa e informacionit konkret rreth këtij postimi e ka bërë edhe më tërheqëse për publikun, duke e kthyer në një temë diskutimi në media dhe rrjet. Deri në një reagim zyrtar ose një postim tjetër që mund të hedhë dritë mbi këtë situatë, mbetet e paqartë se çfarë ka shtyrë Ledionin të ndajë këtë moment kaq personal. Një gjë është e sigurt, ndjekësit janë në pritje dhe sytë e mediave janë kthyer nga ai. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.